Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët. Në këtë video recetë do t'ua shpjegoj se si të përgatitni këtë qelë me bizele e shoqëruar me pure patatesh, një darkë perfekte familjare. Recetën e plot ndiqeni në vazhdim dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe. Fillimisht në tenxhere kemi shtuar pak vaj dhe pastaj do të shtojmë 50 gram me gjalp. Do ta lëmë derisa gjalpi të na shkrijë mirë dhe këtu do të shtojmë një qep, të cilën e kemi prerë në kocka të imta. Pasi që qepa të zbutet pak, do të shtojmë dhe një karot, të cilën e kemi prerë në feta të holla. Dhe tani është koha që ta shtojmë mishin e bluar. 200 gram me mish të bluar. Do ta përzijem mirë derisa mishi i bluar të na skuqet mjaftueshëm. Kur mishin e bluar e kemi të skuqur mjaftueshëm, tani do të shtojmë një patate të mesme, të cilën dhe këtë e kemi prerë në kocka të imta. Dhe gjithashtu do të shtojmë dhe bizelet, këtu unë kam 300 gram me bizele, të cilat janë të përgatitura paraprakisht. Në qoftë se i keni bizelet të cilat nuk janë të ziera, pra nuk janë të konservuara, atëherë do t'i zijeni para. Shtojmë dhe erëzat, unë këtu kam shtuar krip, viget, peper të kuq dhe peper të zi. Dhe gjethe dafine. Do t'i përzijem mirë derisa të na bëhen të gjitha bashkë dhe pastaj do t'ja shtojmë ujë. Ujë unë i kam shtuar 1 litër e gjysmë me ujë dhe do ta lëm që të ulojë në zjarr të ngadalt. Pra do ta lëm që të zihej për 30 minuta. Ndërkohë që kjo zihen, do ta përgatisim puren. Pra këtu i kemi 4 patate të mëdha, të cilave do të shtojmë ujë derisa të mbulohen me ujë dhe do t'i lëm që të na zihen. Do të zihen afërsisht për 15 minuta, me një pirun do t'i shponi për t'i kontrolluar në qoftë se janë zier. Dhe tani, kjo është zier mjaftueshëm, do të shtojmë 250 ml me tomatel, pra salcë domatesh, dhe këtu unë kam një lugë Fanta, e cila është për gullash, e zbusim pak me ujë dhe këtë do ta shtojmë tek gjella për të na ntrashur gjellën dhe për t'i dhënë shije. Ndërkohë patatet janë zier për puren, do të shtojmë 50 gram me gjalp, do të shtojmë 150 ml me qumësht dhe do të shtoni erëza sipas dëshirës. Unë i kam shtuar pak biber të zi dhe pak veget, pra perime të thara. Këto do t'i përzijem me mikser derisa të na bëhet pure. Dhe pasi që purja është përzier, pra është bërë e gjitha, do ta provoni për shije. Në qoftë se dëshironi më shumë të kripur, mund që t'i shtoni edhe pak krip. Puren e kemi gati. Dhe tani edhe gjella është gati, si që shikoni, është trashur dhe është bërë shumë e shishme. Në ndërkohë, ju do ta servirni atë sipas dëshirës së juaj. Unë e kam servirur në këtë formë. Pra fillimisht e kam shtuar gjellën dhe në mes ja kam vendosur puren. Por si që thash, ju mund që ta servirni atë sipas dëshirës së juaj. Dhe miqtë e mi, pra kjo ishte video ime për ju sot. Shpresoj që juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe ta provoni. Për recetat më të reja, shtypni butonin subscribe.